Jetë ishtë fështatër, është pak kjo, se në këtë qasit ndalova që fillim. Bloomberg, Trump, Ila Civita, ka dhe një gare për këtë gjë. Thuaj që, si shtot dhe titullet ty, që bota e Trumpit të luajnë një rol të madh në zgjedhjen në Shqipëni, kur politikanët janë të dështuar, kur janë keq, kur nuk kanë besueshmërinë e publikut, kur bilanci i tyre nuk është i mirë, kur nuk ka rend publik, kur ka trafik droge, kur nuk ka arsim të mirë, kur nuk ka shkolla të mira, kur mezi blini ilaçet, politikanët përpiqen të gjejnë mënyra të tjera për të prodhuar narrativ që të mund të në mënyrë të hedhin trut të gomarit publikut. Edhe përdoret gjithmonë një forcë madhore nga jashtë si mjeti që do zgjidhë situatën. Këtë gjë përpiqet bëjë Donald Trump, më falni, kryesi Rama me pasaportën europiane dhe me këtë përkrajen për Xherat Kushterit. Mendoj se është pafuqia dhe pamundësia totale e kryeministit për të përballur me bilancin e vet 12 vjeçar, që e ka shtyrë të gjejë një atut tjetër. Por njëtë gjë shoh pak a shumë edhe për opozitën, e cila nuk është se ka prodhuar ndonjë projekt politik të përvojë ndryshimin. Shqipëria ka nevojë dramatike për ndryshim dhe unë kam thënë gjithmonë them edhe tani që si s'ka paraqitur. Inshallah, më lër të lutem. Po si? Të lutem. Po është një projekt shumë ambicioz. Po projekti nuk është punë letrash, projekti është më shumë se letrat. Si më shumë se letrat? Unë mendoj se opozita ta kuptojmë. E po ta them unë pra. Narracioni që ka opozita shqiptare, diskuri, gjua, sjellja politike e opozitës shqiptare, pamundësia e opozitës për të bërë tërheqëse për publikun duke u përfaqësuar me kontrast të plot me qeverinë, është arsyeja themelore pse edhe opozita nuk është në gjendje të prodhojë një projekt të ri politik. Projekti i ri politik do përmande një ekip tjetër, do përmande një gjuhë tjetër, do përmande një narrativ tjetër që ka historia e Partisë Demokratike. Po tash kjo është retorik, më le të them. Po kjo është retorik, kjo është retorikë jote. Do të dëgjojmë tyne. Po pse unë do të dëgjoj ty tani? Jo, unë po ta hedh poshtë. Unë kam fjalën. S'është vërtet. Kur marroj unë thuj ti gjëra. Po se nuk është vërtet kjo. Ekipi i Partisë Demokratike është ekip me shkëlqyer që ka ndonjëherë një histori. Nuk thash është i keq. Thash gjë tjetër. Po ti the nuk është i mirë. Jo, nuk thash që nuk është i mirë. Është ekipi i cili ka qenë fushat 2013 dhe ka humbur. Këtë po them. Ky ekip, po. Cili ka humbur 1 milion vota, ky ekip. Pra, ky që ka sot Partia Demokratike e Shqipërisë. Po nuk kemi 2013, kemi 25-ën. Shiko. Më lert të nga ekipi 2013-s nuk e 90% në fushë. Partia Demokratike e Shqipërisë është në gjykimin tim në narrativën, në diskurin dhe në ekipin që ka qenë prej dekadash. Veç kësaj, Partia Demokratike e Shqipërisë ka qenë inkoherente totale. Para 2 vitesh u përpoi të flasi për një revolucion. Do bëjmë revolucion, tha. Edhe revolucioni u la në mes. Para disa muajsh nisi një përpjekje tjetër, tha, mosbindje civile. Dorëzojmë qeverinë Rama, nuk hyjmë zgjedhje me këtë qeveri. Dhe tani ka lëshuar, kemi hyrë në një situatë tjetër. Megjithatë, a ka mundësi të lutem? Megjithatë, unë e kam thënë edhe them prap. Nevoja është aq dramatike që kjo qeveri të bjerë. Saqë edhe në këtë gjendje që është opozita shqiptare, duhet të vinë pushtet kështu siç është. Kaq e keq sa është. Por opozita shqiptare nuk e bëri dot detyrën e vet. U tregu e paaft, u tregu e pafuqishme, u tregu inkonsistente, u tregu inkoherente gjatë këtyre viteve. Luajti me sintagmën dhe stilemën që të kalbëzohet kundërshtari se do vi rradha ime. Dhe kjo është e papranueshme politikisht. Megjithatë, tani jemi në këtë pikë që pafuqia dhe pamundësia janë aty, janë prezente, janë pranishme. Unë vere dhe gjë tjetër, edhe diskuri nuk është përbashkues, diskuri është hiperbolik, diskuri është konspiracionist, diskuri është ndarës. Kur kështë thënë diku opozita shqiptare, sot në Partinë Demokratike për disa njerëz shkodër që nëse ata janë demokratë vërtet, duhet vinë këtej. Pra, përdor një gjuhë, pra, sikur zotron të drejtën absolute për të përgjizuar kjo se cila është e vërteta dhe drejta se cilët janë demokratët. Megjithatë, thash edhe një herë, gjendja është kaq keq, vendi i qeverisë kaq keq, në çdo aspekt, ndarja e pushteteve, efikasiteti i qeverisë, llogaritënia e qeverisë janë të shkatruara plotësisht që është e domosdoshme që të gjendet një mjet, një mënyrë që kemi rotacion ose të paktën të kemi pamundësi të Partisë Socialiste për të formuar qeverinë. Ky është mendimi im. Por fushata e dyja palëve është pa fushatë. Të dyja palët janë apolitike, të dyja palët kanë një problem vetëm. Ka probleme reformë në drejtësi dhe nuk adresojnë dot. Shqipëria ka një shqetësim. Kur hyhet në zgjedhje, gjitha palët përpiqen të adresojnë shqetësimet e njerëzve. Shqetësimet e njerëzve sot cilat janë? Korrupsioni, krimi organizuar dhe ekonomia. Pra, drejtësia dhe Partia Socialiste përpiqet ta adresojë drejtësinë, duke thënë atë prallën që e kanë bërë unë, sepse s'e ka bërë vetë, sepse ata kanë bërë vetë, nuk thotë e kanë bërë vetë. Sa ai e ka bërë vetë, e ka vetën, që e kontrollon, s'mund thotë që kontrolloi unë. Edhe pala tjetër thotë që do e shkri drejtësinë. Jo, një minutë. Pra, kjo është oferta. Ti ke shumë drejtë, sepse Partia Socialiste ka risi, ka sjellë një lojtar shumë të ri, për herë të parë politik, nga për shpërtu Tiranë ka sjellë Erion Braçi, ke shumë drejtë. Si diun çka ka bërë fare. E kanë sjellë për Tiranë, Erion Braçi. Partia Socialiste i detyrohet këtij veni shumë gjëra sepse në 12 vite
Partia Socialiste... Ka zbuluar Erion Braçi talent e ri. Ndoshta mendoni ju, se mund të jeni simpatizanti PS-s juve, po unë, e dhira, zoti Kaça, ju mund të jeni simpatizanti PS-s dhe mund të mendoni kështu. Unë mendoj që nuk ka gjë të ri Partia Socialiste. Mendoj që Partia Socialiste është një parti që e ka mbush kupën aty ku s'marr më shqiptarët. Por opozita shqiptare Ekipi nuk arriti, nuk gjeti forcë. Është më i mirë i historisë. Ta them me fjalë tjera. Është më i mirë i historisë. Opozita shqiptare u tregua narcisiste. U tregua e pandjeshme ndaj interesat demokratëve shqiptar. U tregua një parti që ka vetëm hallin dhe shqetësimet e politikanëve të saj kryesor. Edhe duke qenë kështu, prodhoi një narrativ të ngushtë, mbyllse, luftë nxitse, luftë çadushti anihiluese, shkatërruese të kundërshtarit, gati le nisë ndaj kundërshtarit. Por unë jam në atë gjendje sot. Edhe e them publikisht që opozita shqiptare në tërësinë e vet të gjitha, çak me kuçë e mash, duhet të fitojë këtë zgjedhje, sepse është dramatike për këtë vend. Por ama opozita nuk e bëri dot dhe i detyrohet shqiptarëve shumë për këtë lloj sjellje vetëm problematike gjatë këtyre viteve. Zoti Zekthi, ju na keni përpara, unë nuk e di se cila pjesë e asaj që thash shumë për shembull, ju duket që nuk u flet shqiptarëve. Përpara 6 muajve, një minutë. Përpara 6 muajve, i kam thënë këtu tek ju veni, që është bërë një sondazh shumë i besueshëm i Këshillit Bashkëpunimit Rajonal, që ka nxjerrë një statistikë gati tronditse